Tash po dalim të një temë, këne ndërkombëtarët po na bojnë presion të naut. Këne neves po na kanë për asociacionin. Kryeministri pa thonë për asociacionin nuk lëshej. Shka po ta merë menja që tash? A ka lëshu penin, a ka lëshu edhe lëmshin? A mos ja keni bojë jo 20 vjeçari lëmsh ma heret? Jo, në 20 vjeçari këna bo shteti ma heret, po s'ki këna e bënë, kësë shkuptoj që është shteti. Kjo është zhyt në rranën e vetë, në gënjeshtën e vetë, është zhyt komplet, edhe në mashtrim. Ta shka punë me qëta. Se shqeqenit njerës e tjilë përfundojnë e viktim janë pasaj të fjallëve tyre, të veprimeve tyre, populistat e tjilë. Aja është zhyt komplet në gënjeshtën e vetë, mashtrimin e vetë, edhe që po bënë? Ka njës me bëlloj fjallësh, me mbulu këtë mashtrim dhe gënjeshtën, dhe sa ma shumë po shpurët, ma tepër po futet. Qeveria e Kosovës, përfundimisht, e ka miratuar edhe me marrëveshjen e Bruxellit e Orit, marrëveshja Vučić-Kurti, i ka në obligimet më e vendit. Ma nuk bëhet lavë që është përfundimisht është pranuar formimi i asociacionit. U pranu fatmira. Absolutisht, pranuar në Bruxelles edhe në Orë. Po tash, unë besoj që ajo që ka pranuar tash fundit e pranuar dhe zbatimi dhe drafti. Është i dëmshëm shumë për fatmirë. Ja kemi hap një derë të madhe Serbisë, me ka hissetar në Kosovë, po. Edhe qëta ka pas qëllim Serbia, me pas të drejten shtetërore mbi Kosovën, me pas hisën Kosovë. Dhe asociacioni është që kjo. Shteti serb me pas hisën Kosovë, që çdo kohë në çdo rast me kriju situata të randa për këtë vend. Dhe zoti Kurti me ekipin e tij e kanë legalizuar përfundimisht me marrëveshjen e Bruxellit të Orit dhe kanë bërë senik shtetin e Serbisë në pjesë, në mbrana shtetit të Kosovës. E që kjo farë asociacioni, a është fatmirë me prekolic, a pa prekolic? Me prekolic është me kompetenca, pa prekolic është pa kompetenca. Me prekolic e të madhe, bile. Me prekolic edhe me kokë. Edhe të madhe, shukur Marishgani duha gjinë që ka po të mëshin grënë. Ato të moja me li ka posë. Me ka dy sanise e të shenë. A është dalimi njëjtë, fatmirë, asociacion Zajednic? Njëjtë është. A një vish emnat janë? Dhe që emnat janë, pa e që është të nësishmë që thotë kë ka me qatë prekulicin e madhe që kjo është e keqja. Edhe në ka kërë asociacion për të drejtat e serbe. Edhe herë, kjo thjesht është lufta territoriale e Serbisë drejtim Kosovës, po legalizohet me këtë asociacion që Serbia me pas drejt shtetërore mbi Kosovën. Dhe ka fituar këtë drejt shtetërore, që falendru marrëveshjes së Bruxellit edhe të Orit të vitit që lap. Dhe kjo është marrëveshja Vučić-Kurti. Që kjo Zajednica, do me thonë, kaloj me shkrem. Tash po mdoket e kem edhe në vozitje. Po mdoket Zajednica edhe në vozitje ka me kalu fatmirë. Po pëtotna, kam në agrad dikush tjetër, e s'kemi grad. Pa është a zotë në që ashtu, qysh e thuti. E ka me kalu dhe në vozitje, e vahet po kush e vozit. Po qaj edhe? Prej që ka shku, kja puna kry. Na kime ne si pasagerë mbrapa, e dikush kam në vozit kërë. Ashtë vazhdojnë edhe pregaditën edhe në ergënjesht të mashtim tjetër me nëzirë në qitë për opinion. Këtë delegacioni joni Kosovë se pa shkanë Bruxelles, ndoket po ju kruj ke veç dora shmajtë se unë sovish me dhau. Se s'pi kruhet në herë dora djatë edhe me marrë bëna i shenë fatmirë se bëllë kena dhau. S'kem delegacion. S'kem delegacion? S'kem delegacion që shkën Kosovë. Pa thu fatmirë. Na pas dy njerës. Ja, s'ka. Shkën e i profesori që ka emrin e që e katastrofë që s'ka lidhe, asë që ka negociata dialogu. Besnik, ja? Nuk vesh, mërë me dirë 100 sanë tjera, këta nuk ka lidhe. A i që ka në mardhënët Serbi-Kosovë. A i nuk di që ka dialogu e komunikimi. Asë që ka negociata. Edhe prandaj që kanë rru fjallë për ditë. Prandaj ka shtinë kurth Kosovën. Ku e ka shtinë. Edhe që shkanë kryeminisi. Dy njerës, delegacion tjetër Kosovës ka pas. Qëllë delegacioni ka pas më të mirë Kosova, pra. Mas i thoa nuk vyta, nuk bojnë. Ata që kanë cilë pashën, ata që kanë cilë nga bisedimet shtetin e Kosovës. Kosova ka pas njerës me përvoj e kasa dush në negociata. Po, a di që ka e të mirën që i ki paraseve nuk e shaj pa të humbur. Nuk ja din pa hub. Nuk ja din vlerën kanë thonë për para njerës të tonë. Dere që a kisja dhe vletën, veç kërë të mungon e sheh. Dhe Kosova, nëse dikush ka pas njerëz me përvojë në negociata, për shkak të historisë, në ke prej Slovenisë, dhe Greqi,
kërkush më shumë se Kosova s'ka pas njerëz më me përvojë në negociatave dhe herë për shkak të historisë negociate që ne ka sjellë sukses. Rambouillet, Vjena, rasti domethënë kemi pas njerëz që në procese të rëndësishme në ato negociata kur janë kthyer nga negociata dhe që kanë bërë më mirë vendin e tyre. Merrem bien në lufta. Ty njerëzit, kanë NATO. Me Vjenë ka pavarësia e Kosovës. Domethënë në këtë farë për këto dy procese janë me të 10 njerëz që kanë qenë të angazhuar. Grupe të mëdha të njerëzve. A kriju një farë uniteti, ka qenë një tradit, me bë grupin unitetit, me bë një ekip. Nuk do të thotë një ta skema me shku që kanë abezë, tash është shtet Kosova. Po ti thirr njerëz, konsultuash me njerëz që kanë përvojë, shku që ban bota. Nuk është më rëndësishme kon funksione. Sot Amerika, Britania i thirr është drejtuesit, i qenë mision besa, ishtë sekretarët e shtetit, ishtë presidentet, njerëzit zyrtarë i qenë, edhe ti thirr. Ku ka me të muna? Se ta mendimi juj, nga përvoja juj, se e mendojnë këtë qështje, konsultohet, ullet, trajtohet dhe qka po banë? Jo, këta e nërë për shtetë nga tonë, këtë qka bo, për 20 vjetë kanë shkatru, e na do në menis me bo diçka. Pizarras. Po, kush? Ta Biqverika. E qa kanë bo këta? Qa ki shkatru të për 20 vjetë? Qa ki posi për 20 vjetë në Kosovë? Ki pos Serbien, ki pos okupimin, ki pos Rëbnien. Shkro me hija ka këj vend. Ky që 20 vjetë ka nisë me lërzu këj vend. A liria, a njësë rindërtimi, një zhvillimi, të ka bo policia, të ka bo ushtëria, të ka bo sistemi drejtësisë, të ka bo sistemi shërbime sekrete, të ka zhvillu ekonomia, që se të ka Kosova. Kur e bo? Që të 20 vjetë. Që ka pas Kosova për 20 vjetë? Ka pas përshnim, dhunim, mjerem, shkatrem, edhe deportim. Që ka kon Kosova? E para 20 viteve. Unë e di që dojë për ty në lakmënët Kosovën e para 20 viteve. Si mësu me babalarët e ty në me shku në për deti, në për Herceg-Nova, në për Dolonika, po qysh jo. Po rrëth ti jo që ki mentalitet. Pëse rrëni, rrëth ti kryeministri mentaliteti neo-Jugoslav. Mësa, rrëni këtë punë. Një pat e mesat e tyne. Qaj mentalitet është? Një mentalitet që fatkesisht, si me tha një grupe vogël i familjeve të që këtë Kosovë kanë ushqytë rëbrume nga Beogradi, si argat të tyne që kanë qatë. Kjo mentalitet është Kosovë. Ne e Jugoslav. Kush më në thetë, ndrysh, kush është tjetër që thetë Kosova është ka të 20 vjetë? Kush më në thetë, o poshtu Kosova në 99, pos ata që kanë... Po Gjermoni. Pos Jugoslavet. Pos ata që dhamë zemra që ka prish Jugoslavia, kush tjetër? Atë më ngën të Jugoslavia. Ja, kur? Sytë me qa pafsha. 99% shqiptarë nuk i mungon kjo punë. Pse? Pse s'na mungon? Se është simbol i dhunës, është simbol i terrorit, është simbol i padrejtësive, është simbol që këtë popull ka në për toke. Ku ako Kosova vite 70-60? Haj me det, haj ku. Çfarë jetë kemi bona natë që parës folet i për rrugë? Po këta babalarët e tyna s'kan ditë, këta s'ka pas ide që shetohet në përfshatat e Kosovës. Që shetohet në Kaçanik, që shetohet në Lap, që shetohet në Anamorab, që shetohet në Dugagjen, që shetohet në Drenica. I mësu 220 familje që tu kanë në Prishtinë, kanë minutë, që shmenojnë ta minor këtë Kosova. Kosova ka qenë e prodhonume, Kosova ka qenë mjerem, Kosova ka qenë primitivizëm e pazhvillume. Familja Kosovës, dhe masjov të ujve s'kemi pas shpi. Asha zotën ja. Te bonari, dovë keme shku kush 90% e fshatat Kosovës ka di që kanë kanalizimi, që duhet me pas kanalizim. Kur heq? Kush e kalon ato për toke? Kalon qëta. Dhe që ka ndodhë? Ka ndodhë që për herë të parë një një ti këmbi, prej që në Kosova, prej Skanderbejot, ka ndodhë për herë të parë me gëzu liri këtë 20 vitet e fundit, e prosperitet e zhvillim. Që çfarë ekonomia kemi sot? E që po e shkatran kjo logjike këtyre djembe. Në gjitha planët që rëkumë është të bendi. Pikur gjojt ke po shtetë. Shtë që pëndohë në vendet tjera. Dhe të tilët që thojnë e kanë shkatruar për 20 vjetë, ata janë, që tash, aty një më gënë Jugoslavia. Po s'ka më këti kur, asë Jugoslavia, Serbia. Po ka shkuva e punë. Këto shtetet, Gjermania, Italia, këtë thojnë në Kosovë ka progres, ka rritjet moje. E pse na venit tonë nuk i thurëm ljavë të përfaqet. Nuk, edhe këto janë që ke grupi individve, se njerëzit e shojnë, shpi për shpi. A orë koha vatne që të bomi bashkë, pra bomi unik, e të qojmë qëto procese për para, njëherë për gjithmonë, qësh i një bënë tërbashkë gjithë? Bashkë bënë gjithmonë në rrugën e hajrit. Po vish do të më na prej... Po, ama një mas parë rruga, ngëm, se ka bashkë për keqe, ka bashkë për mirë.
Kur mësë në bashkohet zoti në punë të këqia bashkën. E në bashkohet e të ku dohet për të mirë ku dohet. Bashkën është udha të përsektuat mas pari. Për çka po bashkohet? Për këto objektiva. Pra ndaj, e këtu në rrugën e drejt, duhet me konë bashkë. Duhet me konë vizioni për çka po bashkohet. Shqeqari Ushtia Shqiptare e Kosovës ka qenë e vogël edhe na si na njohëm njëri me tjetrin. Qysh na bashkaj djemë të kretë Kosovës edhe treve shqiptare. Pa unë një orë. Ne ka bashku rruga. Rruga Liris, rruga madhe UQK. Edhe pa këthirë njëri tjetrin jemi bashkë, rruga na ka bashku. Edhe këtu. Këtu mas pari duhet një opozite bashkume, pa kalkulime. E cilë është e ka që me bo betej, po me pikat qarta. Për çka po bashkume? Unë nuk jemi ka që më bashku, hajde të arëzojmë Albinin. E për shpohëm Albini gjusë, po për çka? Çka ban ti? Çka ban ti? Se nuk është hajde rëzoj, e të vjëm, po çka ban ti? Shka po jep, shka po prodhet ti Daj të opozita del atje dhe i thot, e jep që të pytet e paka shumë që i bonte ju e janë shqecimet njerëzve. Cila është qëndrimi jëtë për dialog? Cila është qëndrimi jëtë për asociacionin? Cila është qëndrimi jëtë për cila vizioni jëtë për arsimin? Cila vizioni jëtë për shëndetësin? Cila vizioni jëtë për ekonomin? Kur i qëtë krejtë që të rëp edhe banë krasimin me ato që në pushtet edhe ty, që ato përsaktohet e shiet. A duhet me shumë qatru, a duhet me shumë qatru. Po ta s'kanë heq. Aktualisht nuk kanë heq. Ose ma mirë me thonë, po ju mungon iniciativa për ato që përnë për një betej politike.